Atëherë jemi rikthyer dhe siç e dëgjuan, pra duket se janë mbledhur edhe prova që ndoshta do t'i ndihmojnë hetimit të mëtejshëm, por unë dua të mësoj më shumë për këtë. Jul, ti besoj ke marrë gjitha informacionet e mundshme në raport me këtë histori. Çfarë ishte ky kontroll në Elbasan dhe pse ndoshta pikërisht tani? Unë mendoj se nuk është bërë për të mbledhur ndoshta patjetër që janë mbledhur dhe prova, po qëllimi kryesor nuk ka qenë mbledhja e prova më shumë se sa gjetja e Suel Çelës. Është emri ose kreu i grupit të strukturuar kriminal, i cili ende nuk është gjetur, dhe prandaj bën përshtypje edhe se si ndonjëherë prokuroria e posaçme nuk merr polici, sepse dihen tashmë ato dekonspirimet e famshme të operacioneve, ndaj dhe mendoj se ky operacion ka qenë për të gjetur kreun e grupit, Suel Çelën, i cili ende nuk është arrestuar. Se sa mblidhen këto laptop, apo ka ishte drejtues të UKT-s, kjo apo biznese, se grupi strukturuar kriminal ka shkuar shumë tutje, ka shkuar tek gjyqësori, ka shkuar deri tek mediat, ka shkuar tek institucione, ka shkuar tek institucione publike, tek biznese, dhe kush mungon? Kreu i grupit strukturuar kriminal, Suel Çela, ndaj dhe kontrollet bëhen për të. Mendoj për gjetjen e tij, ndoshta prokuroria ka informacion, nuk do të ndaj me policinë dhe e bën vetë këtë operacion. Po, mendon, domethënë se ne kemi ndjekur pafundësisht operacione, edhe shumë herë kanë dështuar, mendon se mund ta gjejnë në këtë lloj forme Suel Çelën, Jul? Po ta vini re, kur bëhen operacione të tilla, gjithmonë merren forca speciale RENEA ose bëhen operacione me policinë nga Tirana. Bëhet diçka e tillë sepse policia lokale ka edhe një historik pak të shëmtuar në Elbasan, ku gjithmonë ka qenë gati e përfshirë me krimin. Mbani mend rastin, vrasjen në vitin 2021, pak para zgjedhjeve, ngjarjen kriminale në Elbasan, ku mbriti vetë drejtori i përgjithshëm i policisë në atë kohë në Elbasan dhe gënjeu përpara të gjithë mediave. Unë kam qenë aty. Dhe tha nuk u gjetën materiale zgjedhore, ndërkohë që aty u gjetën materiale zgjedhore. Dhe imagjinoni se çfarë ndikimi pas ka pasur krimi në Elbasan, saqë ka hyrë dhe tek policia, aty në vend ngjarje kishte një zëvendës drejtor policie, nuk ndërhyri, dhe tani prokuroria e posaçme gjendet dhe përballë një situate delikate. Kanë qenë dhe deklaratat e zotit Dumani, i cili fliste për cili gati kritikonte policinë, gati i thonte asaj po dekonspironi operacione. Tani kemi një raport prokurorisë posaçme e cila thotë se policia ka ulur në masën 53% denoncimet e saj, dhe kjo nuk është një situatë normale. Gjithmonë ka qenë një lufta polici-prokurori, por që me sa duket tashmë është thelluar më shumë, ndaj dhe është pak e vështirë, paçka se prokuroria e posaçme thotë ne kemi një bashkëpunim me policinë, por në të vërtetë unë shoh se ky lloj bashkëpunimi nuk ekziston dhe kaq shumë. E qartë, jo, dhe edhe në raportin e fundit të vitit 2024 SPAK, një nga pikat problematike, një ndër 10 pikat, ishte pikërisht kjo, Jul, që referimi i veprave penale nga institucione shtetërore, dhe siç ishte rasti i policisë, pra dhe specifikonte, kështu që duket që edhe SPAK po kërkon, le ta themi, ti bëj pak buj këtij rasti, në kuptim të fjalës. Megjithatë do duhet të shohim. Mirë, do rikthehem sërish. Bego, çfarë synohet me këta kontrolle? Synohet të gjendet materiale shtesë apo të gjendet personi organizatës kriminale, kreu? Nga informacion që është dhënë, duke parë se ku shkuar dhe kush ka shkuar, mendoj që qëllimi ka qenë marrja e provave. Kërkimet për të vazhdojnë në gjitha format, jo vetëm nga BKH-ja. Në fakt, BKH-ja nuk është organ kërkimor ose organ policor në kuptimin të gjetjes të zbulimit ose të përdorimit të forcës, por ka rolin e policisë gjyqësore dhe kryesisht kryen veprime hetimore, jo veprime policore. Pra të identifikimit të personit, të kërkimit të kabesit të tjerë. Nisëm nga informacionin që është servirur, dhe të tonë që ata kanë shkuar për të marrë prova aty, kryesisht, dhe është kërkuar mbështetje e policisë së shtetit, dhe është normale që ato veprimet do të kryen në mbështetje e policisë së shtetit, pasi nuk mund të shkojë vetëm punonësit e BK-s dhe të kryejnë veprime lirshëm aty.
Përse, çfarë i pengon? I rrezikohet jeta, i pengojnë grupet kriminale, apo është një procedurë ligjore? Të gjitha këto që përmendet ti. Këto veprime nuk mund të kryhen pa mbështetjen e policisë. Është sinjalizuar policia më pas për prezencën e tyre dhe thjesht ruajtjen e rendit edhe të sigurisë publike, pra për të mos patur incidente. Ne e dim që kemi patur incidente në Elbasan kur u shkuar nga punonjësit e policisë edhe me uniformë, detyrues policisë që janë goditur dhe kundërshtuar nga persona të ndryshëm që kanë patur interesa. Ka qenë rasti 2017-s me Suel Çelni, i cili u akuzuan një përplasje. Aty është shkuar tek objektet e magazinat, janë marrë pajisjet, pra tregon që synimi ka qenë marrja e provave, marrja e sendeve, e gjumëve në bazë të një hetimi dhe dinamikës së zhvillimit të tij. Pra, nga ajo çfarë ne dimë, nga informacionet që kemi, janë lidhje të cilat dyshohet që vinë si pjesë e komunikimeve të SkyCC. Pra, kemi shumë për të zbardhur në Elbasan dhe në vendet e tjera nëpërmjet kësaj Beko. Ne nuk e dim se çfarë informacioni ka Sky dhe çfarë informacioni do të kenë gjithë aplikacionet e tjera. Por mendoj që marrja e këtyre pajisjeve do të furnizojë edhe më shumë me informacion punonjësit e BKH-s dhe ndërmjet tyre edhe prokurorinë e posaçme. Dhe mendoj që rezultati do të dalë pas disa kohe, por që do të jetë pjesë e hetimit sepse këto veprime tregojnë që hetimi vazhdon. U bën në një periudhë caktuar sepse kanë ardhur rezultat i një hetimi caktuar. Të bëj një tjetër pyetje. Ka lidhje ky kontroll që bëhet tani në raport me zgjedhjet përpara zgjedhjeve, sepse ne e dimë që Elbasani problematik. Juli e përmendi pak më herët që patëm vrasjen e Prin Xhuvanit, një prokurori në atë kohë, domethënë ish drejtori i përgjithshëm i policisë, u akuzuan se patën, le të themi, fshehur në sytë e publikut atë se çfarë realisht kishte ndodhur, ndërkohë pak më ditë më parë Berisha denoncoi që Suel Çela është parë diku duke drekuar në Durrës me eksponent politik. Tani, të gjitha këto janë koincidencë që kryhen në këtë moment? Si e mendon? Mendoj që janë veprime të koordinuara. Nuk mendoj që do jenë kryesisht të lira, por që veprime të tilla ndofta prokuroria e posaçme mund të kryej edhe në rrethet të tjera ku mendon që kanë betojnë ato grupeve të strukturuara kriminale dhe që hetimet për këto grupe janë ende në vazhdim, ne dim që janë disa rrethe dhe ata do të shkojnë, por që kryesisht qëllimi është marrja e provave. Sa për këtë gjetjes së Suel Çelës, ajo është detyrë e policisë së shtetit dhe mendojmë që nuk është e vështirë, nuk është e lehtë, m'falni, sepse vështirësitë janë të shumta, shkuar disa herë, por që është një person i cili vazhdimisht i ka shpëtuar sepse i lidhjet e tij janë të tilla, njoftjet e tij janë të tilla që i sigurojnë një mbështetje, të pakën deri tani. Kur themi këtë Beko, se unë dhe realisht e respektoj gjuhën tuaj që është në kuadër profesional të gjës për shkak të profesionit që keni mbajtur dhe do duhet ta mirëkuptojmë këtë sigurisht në raport me publikun, por ndonjëherë diçka më shumë duhet kuptojmë edhe si qytetar. Kur themi që është detyrë e policisë dhe dikush nuk e gjen. Tani, mund të ndodhi që në Elbasan nuk raportohet. Si mund të ma thjeshtosh pak këtë, por pa dëmtuar le themi metodologjinë e punës, se nuk duam që sigurisht ta bëjmë këtë. Po shiko, kërkimi i atij nuk besoj që bëhet vetëm nga policia e shtetit. Bëhet nga të gjitha strukturat që kanë për kompetencë. Okej. Kupton? Dhe kërkimi vazhdon. Është mas sigurimi, është në proces dhe mendoj që shkëmben informacione nëpërmjet institucioneve përgjegjës për gjetjen e tij. Thashë jo gjithë informacionet janë të sakta, informacionet mund të kenë problematikat e tyre. Por që ka pas shumë informacione për vendohen e tij, për bazat, për lidhjet, për njohjet. Kryesisht to janë lidhjet edhe të politikës, këto informacione kanë dalë nëpërmjet Sky, edhe lidhje me gjyqësorin ton, edhe lidhje me prokurorinë, kemi dalë për persona të tjerë që kanë qenë. Pra, dhe kështu ka funksionuar sepse krimi që të ketë pushtet do të jetë lidhur patjetër me pushtetin. Nuk mjafton që ti jesh i fortë në kuptimin fizik ose të kesh lek, këto janë të pamjaftueshme në momentin që ti nuk ke një lidhje politike. Është më mirë të kesh këto që të gjenerosh pastaj edhe këto tjera. Atë historinë tjetër. Okej, mendon se policia aty është ndonjëherë edhe nëse e di nuk tregon se kanë frikë. Më thënë, ndjen të kërcënuar ende kanë impakt grupet kriminale në Elbasan. Si e sheh këtë histori për shembull? Mendoj që lidhja e krimit me politikën e ka dëmtuar shumë policinë. Jo gjithë punonjësit e policisë duan që të kenë kontakte ose po themi janë shumë pak prej tyre të cilët kanë rënë ose kanë patur kontakte dhe kanë qenë të implikuar me Suel Çelën ose me persona të tjerë.
Çdo njeri do që të bëjë një jetë të qetë, të jetë jashtë kontaktit të krimit, sepse e di që herët ose vonë ai do të ketë pasoja nga ky aktivitet. Por këto problematika kanë ardhur në kuptimin vertikal, nuk kanë qenë kur në nivelin fundor. Dhe ai punonjësi i policisë, që ka punonjësi i policisë më thjesht, ai që është në terren në rrugë, që shikon shumë, po edhe njerëz flet fare, ose flet pak, ose flet ato që s'duhet të flasi, sepse është i kujdesshëm, sepse ka treguar eksperjenca dhe këto informacionet e fundit që lidhjet janë në një vend tjetër, nesër dhe i kthehen atij. Prandaj ne duhet të forcojmë besimin te policia e shtetit, besimin tek individit. Çdo policë duhet të jetë me dinjitet, duhet të respektohet dhe duke vendosur njerëz të përkushtuar me dinjitet, profesionist, duke përdorur të gjitha ato mekanizmat që përdor policia e shtetit, do që do arrijë rezultate të mira të punës. Sigurisht normale, nëse unë jam i policisë thjesht dhe shoh që e prorët e mi, drejtorët e mi e fshehin, dhe drejtori shikon që e fsheh një drejtor më sipër dhe fsheh ministri, dhe me radhë e kuptova këtë që thatë Begu dhe realisht është për të ardhur keq. Për të ardhur keq kjo histori që ndoshta ndonjëherë bëhet palë. Jul, si e sheh këtë histori? Përse personazhe të tillë ndoshta është e vështirë t'i gjesh? Ndoshta mos jetë e vështirë t'i gjesh, por t'i çosh përpara drejtësisë. Po patjetër mund të bashkohem me zotin Bego që duhet i dhënë mbështetje politikë. Por policia sot nuk ka nevojë vetëm për mbështetje në fjalë. Policia sot nuk ka nevojë të shohë që eprorët e saj trashtojnë atë efektivin e patrullës përgjithshme i cili ende të rrugëve, atë efektivin e policisë rrugore që qëndron në përkryqëzime sot e kësaj dite ku shumë mirë kjo histori mund zgjidhej sërish me kamera. Policia e shtetit sot ka nevojë që efektivet e saj të mirë paguhen. Policia e shtetit sot ka nevojë mos të dëgjojë që ne kemi nxjerr policinë nuk do marrin dot pushime, se i kemi dëgjuar edhe këto ne, që efektivet e policisë nuk shkonin dot me pushime vere se duhet të qëndrojnë në detyrë. Janë 12 orë në punë. Kur qëndron fatkeqësisht qëndrojnë ata efektivet e patrullës përgjithshme, të cilët janë të keq veshur, të keq paguar, ndërkohë që eprorët e tyre dalin me çifteli nëpër foto, eprorët e tyre kanë ngrënë bukë si me një sistem ashtu dhe me sistemin tjetër, eprorët e tyre marrin para, jo vetëm parat e shtetit për të vënë punë të gjithë këta efektiv, po marrin dhe parat e krimit për të dalë në mbrojtje e krimit. Dhe kjo është dasia më e madhe mes atyre efektivëve të cilët riciklohen dhe si riciklohen duke marrë pushtetin nëpërmjet komisariateve dhe nëpërmjet drejtorive nga një qytet tjetër në qytetin tjetër dhe këtu ndryshojnë vetëm drejtoritë sepse emrat janë po të njëjtët dhe të gjithë ata efektiv të keq paguar, të keq veshur në rrugët e Shqipërisë vijojnë mos bëjnë pushime, vijojnë të dalin rrugëve dhe patjetër që mirë që janë të keq paguar, po që nuk marrin as orët shtesë, nuk marrin as nuk e di se çfarë do të duhet marrin dhe deklaratat se ish ministrit brendshëm tashmë ta u lanë ballës se do të strehohen ato qytete ku do të shkojnë, në sa duket janë ose kanë mbetur thjesht deklaratë. E qartë mirë. Jullë besoj këtë temë, e kemi të azaruar tashmë sepse nuk e dim se çfarë realisht po kërkojnë sepse janë informacione të pakta për sa i përket kërkimit në Elbasan, por përpara se ta mbyll, mendon që ka lidhje me zgjedhjet kjo histori? Pra, kërkimet që u bën për prova në Elbasan apo për Suel Çelën. Si e sheh? Por kon s'pak parandaloj diçka me këtë histori? Mund të kenë lidhje se jo, mund të lidhen dhe me atë historinë, me atë ngjarje kriminale, por që tani unë mendoj se prokuroria e posaçme ka gjithçka në dorë dhe kjo fal vendeve bashkëpunëtore të Shqipërisë, vendeve të Bashkimit Evropian siç është Belgjika apo siç është Franca, të cilat i kanë dhënë materiale voluminoze Shqipërisë dhe tashmë detyra e vetme e prokurorisë posaçme është të hapë ato materiale, të bëj lidhjen me provat apo të bëj lidhjen, ndoshta zoti Bego mund ta thotë më mirë, pra të arrijë deri tek provat dhe të bëj arrestime sepse nuk mundet të flasim sot në vitin 2025 për ngjarje të vitit me zën të vitit 2022,
Unë shpresoj që prokuroria e posaçme ndoshta u nevojiten kapacitete, patjetër, pse jo, por që të arrijë dhe të zbërthejë të gjitha këto materiale ashtu siç kanë bërë dhe vendet të Bashkimit Evropian, duke çuar gati 200 persona në gjyq. Ishin 200 persona në Belgjik në gjykatë për përgjimet e Sky etc. Për grupet kriminale. Dhe shpresoj që edhe Shqipëria, edhe prokuroria e posaçme të jap një hot, të jap një shtytje akoma më shumë punës së saj për të bërë të mundur që çdo kush i cili ka shkelur ligjin, çdo zyrtar i korruptuar apo grupet strukturuara kriminale të shkojnë para gjyqit. Kanë filluar, ndoshta viti 2024, unë kam thënë në vend tjetër, do të mbahet mend si viti ku viti i prokurorisë posaçme, ku qytetarët shqiptar patën mundësi të shohin me sytë e tyre se ç'kanë bërë deputet, se ç'kanë bërë zyrtarët bashkuar me krimin, bashkuar me biznesin, bashkuar me qeverinë dhe që fatmirësisht kanë përfunduar në pranga. Qartë, faleminderit Jul. Pyetje fundit Beko. Nëse prokurorit, agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit i vjen përpara të fashikujt të këtyre komunikimeve, tani është e lehtë për ta organizuar këtë punë dhe për kërkuar prova të tjera? Për të lidhur, le të themi, sepse u vendos që do jenë si indicie për shkuar tek prova në këtë kuptim. Shumë qartë. Është i Hetimi nuk është i lehtë sepse ti referohesh gjërave të tjera dhe kemi diskutuar edhe një. Më fal, do të ndërpres. E di pse? Sepse kemi thënë që SPAK ka qëndruar në zyrë dhe nuk ka bërë asgjë sepse çdo gjë ka shkuar e gatshme nga Sky CC. Prandaj ta bëra këtë pyetje. Pra do duhet t'ja veshim këtë që t'i themi prokurorëve agjentëve që shikose nga zyra keni qenë burrë, kupton, nuk keni bërë ne çudi. Nuk mendoj se shkon ky term. Mendoj që është bërë një punë voluminoze. Duhet të kuptojmë fjalën zyrë. Pra në gjithë botën, si rregull, prokurori punon nga zyra. E qartë. Sepse prokurori shkon në terren, pra flasim kryesisht për krimet e rënda, për një ngjarje të rëndë, për vrasje, për grabitje, për asnjë deputeti. Pra ato kemi inspektimi me piketa me të gjitha. Por prokurori nuk krij aty punohet nga të gjitha grupet. Sipas nevojave, prokurori diku ne kemi pasur një formulari i vendngjarjes, i cili do të çojë nga prokurori dhe i le oficerit të policisë gjyqësore kryesor të hetimit, i cili pastaj bën organizimin sipas nevojave, duke marrë me provat e tjera dhe prokurori vazhdon dinamikën nga zyra sepse ka një sër punësh për të bërë ato që quhen letra në gjuhën e popullore për çdo ngjarje, edhe që duhet pastaj të bëj koordinimin me gjykatën e tjerë punët e brendshme administrative. Pra si rregull prokurori punon nga zyra, sepse kështu është puna e tillë. Çdo njeri, çdo intelektual në rast se të përdor këtë shprehje, sot kryesisht punon nga puna. Nga zyra, më qartë. Nga zyra dhe puna e tij është e tillë, por që puna në zyrë nuk kupton që ti të shkosh edhe në zyrat e tjera, të shkosh edhe në zyrat e shtetit, të koordinosh punën me BK-n, të marrësh produktin e tyre, ta analizosh, ta përpunosh, ta shikosh edhe një herë, ta marrësh me qetësi, ta rishikosh, pra është një punë shumë voluminoze nga zyra. Pra mos ta marrim kaq lehtë histori. Plus që kërkon pastaj angazhime të tjera, një sër dokumentacioni, përplasje me gjykatën për kërkime të ndryshme që prokurori i bën në fazën e hetimeve. Dhe këto Sky ECC lidhen me veprime të tjera pastaj që bëhen nëpërmjet komunikimit shkresor, dhe që bëhen nga zyra si rregull, plus në koordinim me BK-n, sepse sistemi i tillë është që hetimet i bën BK-ja ose policia gjyqësore që ngarkohet nga prokurori i posaçëm ose nga prokurori i çështjes. E qartë. Mirë, Beko, faleminderit.